Pse për shkruesit? Çka tjetër duhet të bëjë? Çka duhet me bëj? Çka duhet të mas pare kur je parti politike dhe i ke fituar zgjedhjet, ti nuk i ke fituar zgjedhjet për herë të pushtetit, po ti i ke fituar zgjedhjet për shkak të një projekti politik që e ke. Dhe për realizimin atij projekti politik që e ke, duhet me ndërtu pjesëmarrjen e një partie politike konform vullnetit dhe dëshirës edhe të një subjekti politik, po jemi ja diktu. I ke 3 ministri dhe kryetarin e Kuvendit, ose 3 ministri dhe zavendës kryeministrin, vite ju do ke punë shumë e madhe, që kur si jam unë aty me më zavendësu mu, shumë punë e madhe me zavendësu to, dhe për ja takton të edhe për i bënë ofertë që në formë të diktatit, dhe i ofenduar pëse nuk po e pranon këtë nderë, po nuk funksionon ashtu në demokraci. Një parti politike... Si duhet funksionoj atëherë? Një parti politike duhet me pa interes kur bashkohet në një qeverisje. Gjitha partit politike, ku do që janë botë, janë kriju me qëllim që me udhëheq, pra me fitu, po nëse jo me udhëheq, atëherë me qenë pjesë e qeverisjes. Kur janë pjesë e qeverisjes, mujnë me zhvillu programin e vetë, por një kostisht mujnë edhe me angazhu kuadrat e veta, dhe një kostisht me rrit partin, duqen pjesë e pushtetet edhe rrit partin. Kjo është formule njohne, që çfarë situate kemi në Kosovë. Asnjë parti nuk po e dën atë nder të kurtit, sepse po e din. Nuk i shërben vendet, nuk ka projekt me shty përpara. E treta, formula e poshtënimit është pa të bashkëpunimi me lidhjen demokratike të Kosovës, dhe nuk ka asnjë garancion. Se lidhoj atëherë i bie që asnjëra nga partitë politike opozitare të mos bashkëpunoj me vendosjen? E takon kurtit, për ata quhet diçka që kurti nuk e njeh, e që ajo është që quhet dialog. Me i thjerë, me bisedu, me ofru garancionet e veta, me Sa të arsyeshme e sheni një farforme dhe insistimin herë televizjes së vendosje, se ata nuk duhet diskutojnë për pjesën e Kuvendit dhe të qeverisë, sepse qytetari ua ka dhënë besimin për këto dy institucione. Askush nuk po konteston. Askush nuk po konteston. I keni marrë 52-3 deputet, i keni edhe 10 votat e partive minoritare jo serbe, 63, a ka thonë dikush jam kundër. Jo, po te atëherë për me të ndihmu, ose për me ndërtu partneritet një parti opozitare, çka do me ofru, kërkush nuk në këtë botë, nuk të ofron kërkush gratis diçka. Plus asaj, ti po shkon edhe një hap maraton. Do ishte për të mirën e shtetit, do mos kërësh fjala për çështjen e presidentit. Ti e ke marrë përgjegjësinë, ti e ke shumicën, ti e ke përgjegjësinë për krijimin e institucioneve. Me knasi kisha pas që fund me kon aleancët që ka, po nuk i ka votat, nuk e ka marrë besimin qytetar. Ti e ke marrë besimin qytetar, çka mujnë partitë politike, në këtë rast subjekti që i takojnë me luftë konstruktiv dhe me pas ofertë për to. Aleanca është partia vetme që ka ofertë për kurtin. Ne jemi vetëm një parti në Kosovën e pas luftës, që i kemi bo ofertë me abo kvorumin me ato vota, se i kemi mjaftojnë apo s'mjaftojnë me nejtë salë, po projektet që janë për të mirën e qytetarit me implementu. Fillon me gazin Amerikan, me thënë gjellë, 1 miliard euro për kryeqytetin, e Aleanca nuk udhëheq me kryeqytetin, pra nuk është interesi partisë, po është i kryeqytetit Republikës të Kosovës, dhe më thonë Prishtina, qytetit ton neve, jo vetëm e jimi ose neve që jetojnë Prishtinë. Bujqve, me ja u hjek tatimin pronë për tokat që i punojnë, me rrit vlerën e të vëshës prej, pragun e të vëshës prej 30.000 deri në 100.000. Këto jenë beneficione për qytetarin. Pra, ne i kem kërku 6 beneficione për qytetarin, nuk po dojmë me